Mi mbrëma ndjekës të televizionit Hana, sonte nuk ndodhemi në studion në televizionit Hana si zakonisht për të bërë emisionin bon ton, por sonte stafi ynë ka vendosur që të bëjë një vizit shtëpisë së plegjve në Kumanov, Zafir Sajton. Për të informuar rreth kushteve në të cilat jetojnë banorët apo pleqët e kësaj shtëpie, pranë meje kam drejtorin Xhemaledin Eqipi. Mi mbrëma zotre Xhemaledin. Desha fillimisht që pyes a jeni ju I pari drejtor që ushtroni detyrën si drejtor në këtë shtëpi plegjve në Kumanov? Që nga themelimi I këtij institucioni, domethënë që nga viti 1956 kur është themeluar, domethënë për herë të parë bëhet fjalë për një drejtor shqiptar I cili është themeluar në drejtorinë e shtëpisë së plegjve në Kumanov, Zafir Sajto. Në rregull. Që sa kohë ushtroni këtë detyrë dhe si është ndjenja të punoni në një objekt të tillë? Detyrën si drejtor në shtëpinë e plegjve kam filluar në qershor të vitit të kaluar. Situata, domethënë në gjitha fushat e këtij institucioni ka qenë mjaft e keqe, duke filluar që nga situata e shërbimit administrativ, situata e shërbimeve të cilat I ofron shtëpia e plegjve për banorët e shtëpisë, ose më mirë thonë shfrytëzuesit e shërbimeve të shtëpisë së plegjve, pastaj kuzhinës të cilat I ofron e kështu me radhë. Pra kushtet kanë qenë relativisht të dobta thoni, apo jo? Për sa I përket edhe stafit pak, sa persona e përbëjnë, sa punëtorë e përbëjnë stafin, dhe ai ka shqiptar dhe maqedonës? Shërbimin administrativ të shtëpisë së plegjve janë të punësuar dikon 39 punësuar momentalisht. Në fillim kanë qenë 35 të punësuar, përfaqësimi I drejtë dhe adukat ka qenë mjaft I dobët I përfaqësuar. Me ardhjen time kemi filluar që të përmirësohet, shpresojmë që gradualisht të rritet numri I shqiptarëve dhe të respektohet obligimi kushtetues dhe ligjor I përfaqësimit adukat I shqiptarëve në këtë institucion. Dikun rreth 35 të punësuar kanë qenë e punësuar vetëm një punëtor apo një motër medicinale. Edhe ajo që domethënë ka qenë e punësuar dikun rreth vitit 1998. Mirëardhjen time, domethënë që në qershor të vitit të kaluar kemi punësuar 3 shqiptar, numri është rritur në 4 gjithsej shqiptar, kështu që shpresojmë që në periudhën e ardhshme të rritet numri gradualisht, të themi në përputhje me kondicionin financiar që e ka shtëpia e plegjve, shpresojmë që në vitet e ardhshme të rritet numri, kështu që dhe të plotësohet apo të realizohet obligimi kushtetues dhe ligjor I përfaqësimit adekuat të shqiptarëve në këtë institucion. Në rregull, zotë Xhemaledin, a mund na jepni disa statistika dhe dhënat më të sakta se sa banorë janë tani për tani në shtëpinë e plegjve? Numri I banorëve apo I shfrytëzuesve në shtëpinë e plegjve momentalisht është 150. Këtu, megjithëse domethënë kohë pas kohe ndryshon numri I të vendosërve, varësisht nga kërkesa për të banuar në këtë institucion. Kështu që shpresojmë që në periudhën e ardhshme edhe të rritet, sepse kapaciteti I shtëpisë së plegjve është dikun rreth 180, domethënë për të banuar apo për të jetuar domethënë në këtë shtëpi. Kështu që shpresojmë që me shërbimet të cilat I ofron kjo shtëpi, me shërbimet domethënë të vendosjes, shërbimet të kuzhinës apo shërbimet e tjera dhe duke përfshirë edhe shërbimet mjekësore të cilat I ofron, dhe shpresojmë që do të përmirësohen edhe më shumë, do të rritet edhe numri I kërkesës për të banuar në këtë shtëpi, varësisht nga nevojat e qytetarëve. Si milion shqiptar, patjetër që na intereson për banorët ose për të moshuarit, për pleqë janë të vendosur këtu shqiptar. A ka shqiptar në shtëpinë e plegjve në Kumanov? Nga gjithsej 150 banor në këtë institucion, struktura etnike është dikun në 98% Maqedon, kurse pjesa e tjetër, domethënë struktura etnike është e ndryshme, dikun kemi të vendosur vetëm 2 shqiptar nga gjithsej 150 që janë të vendosur, 2 turq dhe 1 rom.
Atëherë cilat janë parakushtet që duhet të plotësojë një i moshuar për të vendosur në shtëpinë e pleqshme? Kushtet për të vendosur në këtë institucion janë të jetë shtetasi i Republikës së Maqedonisë, të jetë i siguruar, domethënë të ketë sigurim shëndetësor dhe të jetë psikofizikisht deri diku të themi, sepse pleq e dim që vështirë është që shëndeti i tyre të jetë deri dikon 100% të shëndosh, por të themi deri dikon të jenë psikofizikisht të shëndosh, sepse ne nuk llogaritemi si një shtëpi e shëndetit, por një shtëpi e cila përkujdeset për vendosjen e pleqve pra në këtë shtëpi. Atëherë, a mund të na flisni pak më gjithësisht për atë se çfarë kushtesh dhe shërbimesh ofron kjo shtëpi e pleqve? Kushtet të cilat i ofron shtëpia e pleqve Zafir Sajto janë duke përfshirë, domethënë sigurojmë shërbimet gjitha të cilat i takojnë një banori, pra duke filluar që nga domethënë kushtet e vendosjes. Pastaj ofrojmë shërbime kualitative mjekësore, ushqim kualitativ, ku përkujdesemi 24 orë për banorët në shtëpinë e pleqve, domethënë të ofrojmë të gjitha kushtet të cilat i nevojiten një personi për të jetuar pra në një shtëpi. Zotër Xhamaledin, a ka kërkesat mjaftueshme të interesuar dhe kush i finanson ato? Kërkesat për të banuar janë të shumta, mirë, por për fat të keq kohën e fundit kemi kërkesa për persona të cilat nuk janë të shëndosh psikofizikisht, kushtet të cilat i kërkojmë ne për personat e moshuar, pra të janë pra deri dikon psikofizikisht të shëndosh, sepse nuk llogarisemi si shtëpi e shëndetit, financimi për të jetuar në këtë shtëpi janë të personave të cilat domethënë vetë i siguruajnë, dikon rreth 11.800 denar duhet të paguajnë për të jetuar pra në këtë shtëpi apo për të banuar në këtë shtëpi, kurse domethënë kemi edhe një grup të caktuar të pleqve apo të banorëve të cilat i finanson shteti, mirë, po për të banuar domethënë në këtë mënyrë duhet që Qendra për siguri sociale pra duhet që të sjellë vërtetim tek ne, se vërtetimi i cila garanton që këta shpenzime për persona të caktuara të cilat nuk kanë kushte, pra nuk kanë hyra vetanake apo nuk kanë kushte për të jetuar, i mbulon shteti. Këtë lloj persona apo grup të caktuar të banorëve kemi dikon nga gjithsej 150, pra dikon rreth 33 persona janë të vendosur përmes qendrave sociale pra në këtë mënyrë. Po sa ofrohet përkujdesje mjekësore për banorët e Zafir Sajto? Ne thash më herët që nuk llogarisemi si shtëpi e shëndetit apo për një spital i cili ofron ofron kushte kualitative të nivelit të lartë mjekësor, por llogarisemi si një shtëpi domethënë e pleqve e cila siguron kushtet, domethënë kushtet për të jetuar deri dikun të themi në nivelit të mesëm mjekësor. Për këtë shkak kemi të punësuar dikun rreth 5 motra medicinale. Mjek të mbrëmshëm nuk lejohet që të punësohen, sepse nuk llogarisemi si shtëpi e shëndetit apo spital, pra nuk lejohet nga ministritë të ndryshme sepse funksionojnë në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, kështu që sigurimi shëndetësor apo domethënë kushtet mjekësore të cilat i ofron kjo shtëpi janë të nivelit të themi kushtimisht të mesëm, por jo edhe të nivelit të lartë. Në rast ka nevojë pra për një nivel më të lartë domethënë të shërbimit mjekësor, atëherë kemi bashkëpunim të nivelit të lartë me spitalin e Kumanovës apo shtëpinë e shëndetit Kumanovës, ku ofrojmë ndihmë, domethënë kërkojmë ndihmë urgjencë apo ndihmë për të ofruar kushte më të mira domethënë mjekësore. Po me çfarë stafi punëtorësh përkujdeseni ju për shtëpinë e pleqve? Çfarë lloj punëtorësh janë punësuar këtu? Motrave medicinale sigurisht. Ne domethënë ofrojmë përveç stafit administrativ që i kryen obligimet ligjore të përditshme,
domethënë kemi të punësuar dikon rreth 5 motra, thash edhe më herët, pra kushte mjekësore, të cilat ofrojnë këta motra në bashkëpunim me ambulantet të caktuara dhe spitalet e Kumanovës apo shtëpinë e shëndetit Kumanovës. Pastaj ofrojmë kushte domethënë për ushqim. Kemi kuzhinën tonë e cila përkujdeset për ushqimin e domethënë e pleqve, ku ofrojmë domethënë mëngjes, drekë dhe darkë. Kështu që pastaj pjesën tjetër kemi pjesën tjetër të shërbimeve të cilat ofrojmë apo kuadri i cili interesohet apo kujdeset për pleqet, kemi të punësuar gjithsej dikon 10 kujdestare që ofrojnë kushte domethënë për kushte të ndryshme të pleqve që janë të vendosur këtu. Pastaj kemi pastruese të cilat domethënë kryejnë shërbime për pastrimin e secilës dhomë e kështu me radhë. Po, s'po mendoni se janë të kënaqur pleqt dhe a merrni komente nga pleqt? Se janë të kënaqur ose jo, ose ankohen për diçka? Ne domethënë për çdo ditë kemi të formuar komisione të ndryshme. Mirë, për komisioni i posaçëm i cili kujdeset për domethënë për nevojat e pleqve, është komisioni i cili bën 2 herë në ditë vizitë, ku e viziton çdo dhomë dhe çdo tualet apo çdo banje, a është e pastruar nga punëtorët teknik apo nuk është e pastruar. Ata në çdo ditë punëtorët social, të cilat kontaktojnë çdo ditë me pleqet, duke përfshirë edhe unë si drejtor që komunikoj, jam në komunikim apo dal në terren, shpesh herë në te banorët të cilat i pyesim se a janë të kënaqur apo nuk janë të kënaqur. Kështu që komisioni i cili përkujdeset më së shumti apo më së shpeshtë komisioni që bën vizitë çdo ditë, dhe ky komision ka për obligim që në fund të ditës të sjellë raport me shkrim deri te drejtori dhe deri te punëtorët e tjerë nëse ka varësie të caktuara. Kështu që domethënë kemi raporte me shkrim çdo ditë, të cilat domethënë interesohemi për jetën e banorëve të cilët janë të vendosur këtu. Mirë, në rregull. Po, a janë organizuar ndonjëherë shëtitje për pleq dhe nëse janë bërë deri tani, çfarë lloj organizimesh keni bërë? Ne për çdo vit sjellim plan rekreativ, plan vjetor rekreativ për banorët të cilët janë të vendosur këtu. Në planin vjetor rekreativ apo zbavitës të themi, organizojmë aktivitete të ndryshme me qëllim që banorët të ndihen të disponuar apo shpesh ka nevojë që të dalin edhe jashtë objektit, pra organizojmë ekskursione një ditore, por më së shpeshti organizojmë gjatë sezonit veror, kur ku është më e mirë dhe kur i përgjigjet moshës së caktuar të pleqve, dhe domethënë organizojmë aktivitete të ndryshme brenda objektit domethënë të shtëpisë. Në aktivitetet tonë brenda objektit të cilat i organizojmë brenda shtëpisë janë aktivitete të ndryshme, ku kemi një bashkëpunim të ngushtë me shoqatën e pensionistëve në Kumanov. Ata janë të organizuar pra dhe vinë shpeshherë dhe bëjnë prezantime të ndryshme, domethënë, dhe kemi shoqata të ndryshme të cilat interesohen apo vinë me vetë dëshirë, me qëllim që pleqët të vizitojnë dhe të ndihen sa më mirë këtu dhe mos të ndihen ata të harruar nga qytetarët. Pra kishim rastin sot më konkretisht një vizitë të shkurtër e cili i bëni shoqata jo qeveritare Vizioni M dhe shoqata jo qeveritare Parimi nga Kumanova, të cilat ata me vëdëshirë kërkuan që të vizitojnë pleqët sot dhe ofruan ushqime të ndryshme, dhe kështu që ishte një ditë pra shumë e mirë për to. Kështu që domethënë me këto aktivitete banorët të cilat jetojnë në shtëpinë e pleqve pra të ndihen, mos të ndihen të harruar apo të vetmuar nga qytetarët. Kjo është shumë e rëndësishme për ata, sepse ata shpeshherë mërziten, shpeshherë domethënë ndihen krijohet monotonie të ndryshme, domethënë, kështu që shpeshherë domethënë këta aktivitete të ndryshme janë shumë të nevojshme pra për banorët e shtëpisë. Mirë, së fundmi janë renovuar 11 dhoma në shtëpinë e pleqve këtu në Kumanov. A janë përmirësuar sado pa kushtet?
Me ardhjen time në detyrë, pra si prioritet për këtë funksion ishte pra thjesht renovimi i mbrëmshëm i pjesës së mbrëmshme të objektit. Një vizitë e parë të cilat e bëra pra në këtë shtëpi pashtë të nevojshme pra ishte urgjencë që të intervenohet sa më shpejt në përmirësimin e kushteve për akomodim në objekt. Objekti themelor i shtëpisë së pleqshve është ndërtuar diku në vitin 1978. Që nga ajo kohë, pra thjesht nuk është intervenuar në një pjesë të objektit, sepse kemi pas që nga viti 1978 ka pas një zgjerim të kapacitetit, pra në disa pjesë të ndërtesës, mirë po ajo pjesë e cila është ndërtuar që nga viti 1978 nuk është intervenuar. Kështu që pam të nevojshme pra që të intervenohet sa më shpejt me qëllim të përmirësimit të kushteve të banorëve në këtë shtëpi. Pra thjesht me ardhjen time bënëm një balans të shpejt të buxhetit dhe ndajtëm dikun në gusht të vitit e kaluar $1.800.000 pa të vëshë për renovimin e geriatrisë. Geriatria pra quhet, pra të jetë më e qartë për qytetarët, geriatria quajmë personat të cilat e kemi të vendosur, pra personat të cilat janë të palëvizshëm. Kështu që ishte nevojë pra e domosdoshme që të intervenuohet në ato pjesë. Pjesa e geriatrisë dikun numëronte dikun rreth 11 dhomave, 11 tualeteve dhe një banjo, dikun rreth 25 metër katror. Thjesht ne me këta mjete fillon procedurën e shpejt për renovimin e kësaj pjese. Ne në vitin e kaluar arritëm që ta zbatojmë këtë projekt, këtë procedurë. Thjesht në fund arritëm që të bëjmë renovimin e kësaj pjese të ndërtesës, diku u renovuan 11 dhoma, 11 tualete dhe një banjo. Tash, domethënë, thjesht kemi një përmirësim të dukshëm në këtë pjesë pra të objektit. Dikun kemi renovuar në dhomën komplet, banjot të cilat banjon komplet dhe tualetet, domethënë me pllakot të reja e kështu me radhë. Domethënë pjesa e mbrëmshme e këtij objekti është renovuar pra në mënyrë komplete. A shihni të arsyeshme të bëhet përsëri një intervenim i tillë dhe ndonjë pjesë të objektit të përmirësohet diçka tjetër? Ose të shtohet diçka? Ne për renovimin e objektit kemi sjellë një plan më afatgjatë. Pra në vitin e kaluar, si thash edhe më herët, arritëm që të bëjmë rekonstruimin e diku 11 dhomave, tualeteve dhe një banjo. Tash për vitin e ardhshëm, për vitin 2015, në bazë të planit financiar të cilët e kemi sjellur për këtë vit, kemi planifikuar dikon $2 milion për renovimin edhe një pjesë të tjetër të objektit, ku kjo pjesa tjetër e objektit numëron dikon gjithashtu 12 dhoma, 12 tualete dhe një banjo. Pra thjesht në këtë vit besoj që në bazë të planit të parashikuar që dikun do të filloj ka maj apo qershori, do të bëjmë realizimin apo renovimin e kësaj pjese të objektit, kështu që në një mënyrë do të rrumbullaksojmë apo do të përmirësojmë pjesën e objektit ka qenë pra më e shkatruar apo të themi me kushte më të vështira. Çfarë projekte tjera janë paraparë në kuadër të objektit, në kuadër të shtëpisë së pleqshme? Thash edhe më herët, domethënë për pjesën e renovimit, sepse kërkohet mjete më të shumta financiare, nuk do të mund të arrijmë për në vit të bëjmë. Ne domethënë deri tash këtë intervenime apo këtë renovim e kemi bërë me mjetet vetanake. Edhe domethënë të vitit e kaluar edhe këtë vit planifikojmë që me mjetet vetanake të intervenojmë sa më shpejt të bëjmë renovimin e kësaj pjese të objektit. Kështu që besoj që edhe në periudhën e ardhshme jemi duke parashikuar mënyra se si do të mund të ndajmë mjete financiare për vazhdimin e këtij projekti të afatgjat, mirë po njëkohësisht jemi duke lubuar edhe në për institucionet shtetërore, siç është Komuna e Kumanovës
dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Pastaj jemi në komunikim të shpesht edhe me disa shoqata jo qeveritare, të cilat janë të interesuar pra të kyqen në rreth këtij planit afatgjat, thjesht renovimin e komplet domethënë objektit, sepse është nevojë, thash edhe më herët domethënë që bëhet fjalë për një objekt të vjetër. Kështu që tash momentalisht jemi në komunikim të sipër me domethënë një shoqatë qeveritare, e cila thjesht është interesuar, pra kemi pas vizita të ndryshme nga ajo shoqat, por nuk do ta përmendim sepse akoma nuk është e konfirmuar sepse a do të investojnë apo jo. Thjesht ne besoj që në periudhën e ardhshme do të arrijmë që ta kompletojmë pra nevojën për renovimin e gjithë objektit të shtëpisë së pleqshme, sepse është nevojë e domosdoshme. Pra nëse nuk e bëjmë, pra nuk e realizojmë këtë projekt, atëherë besoni që një kohë të afërme ky objekt nuk do të plotëson kushtet e domosdoshme për të banuar pra thjesht në këtë shtëpi. Mirë, edhe për fund cili është mesazhi juaj për të interesuarit? Thjesht mesazhi im është që në institucione të tilla shtetërore në vendosje së pleqshve duhet që të investohet më shumë. Sepse trendi i plagjes së popullatës është duke shkuar pra në rritje. Kështu që kishte qenë mirë që të gjithë familjet që t'i ruanin pra pleqët në për shtëpitë e tyre, mirë po ka pra nevojë dikush që me të vërtet që institucionet shtetërore të kujdesen për disa persona të cilat nuk ka kushte pra apo nuk ka kusht të kujdeset për ata persona në shtëpi, kështu që dikush ka nevojë që në institucione të tilla të përkujdeset pra një institucion shtetëror. Kështu që mesazhi im është për pikë së pari në të gjitha institucionet shtetërore, respektivisht deri te komuna dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, që të shqyrtojnë kërkesat e tona, që të investohet më shumë në këtë institucione. Dhe mesazhi i dytë është që pra deri te qytetarët që ai i cili ka kushte, për të ruajtur pleq në shtëpi, është mirë që t'i ruan në shtëpi, sepse në bazë të gjitha analizave të cilat janë bërë nga Kombet e Bashkuara, pleqëria është më kualitative në për shtëpi. Mirë pa ata personat të cilat nuk kanë kushte për t'i ruajtur në shtëpi, atëherë është domosdoshme që pra të përkujdesë shteti apo institucionet të themeluara për këtë qëllim. Në rregull, zotëria Xhamaleden, faleminderit që ishit pjesë e emisionit Bonton. Faleminderit edhe nga ju. Të nderuar shikues, ishte kjo për sa i përket shtëpisë së pleqshve në Kumanov Zafir Sajto. Për ato se si janë rrethonat në këtë shtëpi, si e kalojnë pleqt kohën këtu. Ndërsa mesazhi im është që të përkujdeseni për të moshuarit që i keni në shtëpi, të kaloni sa më shumë kohë me ta. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje me programin e televizionit.